Horoskopi ditor e premte 4 prill 2025. Dashi. Dashuria do të jetë protagoniste e kësaj fundjave. Mund të jetohet një histori e mbushur me entuziazëm. Bëni kujdes të mos përfshiheni në historitë që nuk ekzistojnë prej kohësh. Demi. Kjo e premte kërkon më shumë vëmendje, lidhur me llogaritë e shtëpisë, të cilat kërkojnë më shumë kujdes. Fatkeqësisht, gjatë kësaj fundjave, parashikohen të reja negative në horizont, të cilat do të arrijnë pikën kulmore. Binjakët. Këshillohet që të tregoheni të kujdesshëm në zgjedhjet që do të bëni, pasi do të jenë vendimtare. Gjatë fundjavës parashikohet një takim i rëndësishëm në horizont. Nga porja. Keni nevojë që të dilni nga rutina e përditshme. Kalimi i Venusit në shenjën tuaj do të ketë një rëndësi mjaft të madhe. Luani. Kjo e premte do të jetë një ditë mjaft e ngarkuar. Në dashuri është rasti që të gjeni disi më shumë rehati. Lidhur me diskutimet dhe debatet, bëni mirë të shtyni për të dielën. Virgjëresha. Ju pret një nga ditët më të mira për të përjetuar momente të mbushura me emocione në dashuri. Kjo është një periudhë mjaft e rëndësishme sa i takon ndjenjave. Peshorja. Kjo e premte do të jetë mjaft e favorshme sa i takon ndjenjave. Gjithë ata që do të kërkojnë konfirmime, do i marrin. Parashikohet një ditë e ekuilibruar. Akrepi. Duhet të tregoni të kujdesshëm lidhur me raportet sentimentale dhe miqësinë. Duhet të sheshoni çdo keq kuptim pa ardhur e shtuna. Shigjetari. Kryefjala për të lindurit e kësaj shenje është qetësia. Paulo Fox këshillon që të tregoni të kujdesshëm ndaj nervozizmit, sidomos pasi mund të ketë kundërshti në dashuri.
Britsjapi. Këshilloj që të tregoni më të durueshëm gjatë kësaj dite, pasi pjesa e dytë e ditës do të jetë shumë interesante. Do të përjetoni emocione të forta, të cilat nuk i keni jetuar më parë. Ujori. Do të ndjeni të lodhur dhe të mbushur me nervozizëm. Megjithatë, do të ndjeni shumë herë më të lirshëm në raport se më parë. Peshqit. Do të jeni shumë të dhënë pas një projekti. Kjo ditë do të jetë shumë e favorshme për të kuptuar më mirë diçka e cila momentalisht nuk po funksionon. Bëni kujdes ndaj fjalëve që do të thoni.